Përshëndetje shikues të nderuar të Telegrafit, jemi me podcastin e radhës, prodhimi i Telegrafit që transmetohet çdo të shtunë në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Telegrafit dhe Dugaxhinit. Romak pa janë bashkë bisedimin, mos harrojmë të përmendim sponsorët tanë që na përkrojnë në çdo podcast, siç janë Pro Transport, Mucha Solar, Lashko, Patos dhe Dentfix. Ndërsa me neve kësaj radhe e kem të ftuar futbollistin e njohur Liridon Krasniqin. Liridon, mirë se vjen në podcastin Arena IBO. Mirë se vjen Liridon. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Faleminderit për ftesë. Liridon, pa humb shumë kohë, domethënë po dalim direkt në temë. Jemi vitin 2024, po shumë herët e nis karrierës. Pa kush e din që Liridoni e ka nis karrierën te Bayern München, giganti gjerman, ose një prej top 5 klubeve më të mëdha në botë. Që kujton atë kohë, prej Bayernit Nürnberg. Para se me nis pse pyetjes ma thimi në podcast, si që kjo që si më konë kur halon Kosovë, du me njerë mi adhuru sukses edhe pjo për cili për një kohë gjatës edhe një të bo kohë fenomenal se të gjithë Roma kemi me si sene edhe të bims. Kështu që ju uroj shumë sukses edhe tash po më duket halo pa janis shumë atmosfera shumë e qetë dhe kjo është për mua komod, tamam që ç'dot. Edhe te pyetja që ma bane po ato tash për me do të më cek më shumë detaje, po në Bayern ja kum fillu, domethënë 1860 që një herë 3 vjet tani pe atjet kum vazhdu një 200 metra marak te Bayern te rivali. Për dy klube rivale bash. Në atë kohën Bayern, si të uqashme që atë jekun të Bayerni, që kujton atë kohë dhe a ke pas në bashkëkryetar që ka bo karrierë shumë të madhe, si në Bayern ose në Bundesliga? Në atë kohën, në Bayern München, kur unë kam qenë, unë konë kogja një farë gjenerat, që më nëshme thonë tash, nuk janë veç futbollerat të mirë, ose që më thonë, kam bo karrierë mirë, po kam bo karrierë botnore, kam bo do më thonë, kom lujt me letar që ta që ju në konë bile nominum për Ballon d'Or dhe shis shembull me Toni Grossin s'kom lujt me një ekip, po na ka ro shpesh që ka ro me trenirat me ta sonë natë të dysh, ata na veqa më ka ro shpesh me trenirat me ta, me Thomas Millerin, David Alaba, Holger Badstuber, Mehmet Ekici, Emrat mëdhaj, po, edhe do më thonë Toni Gross si në atë kohë si tash, halo idol për mu se... Me Toni Grossin freke e pom një video? Po, tash Toni Gross është e ka kryu atë formatin si futsal Icon League, po ne jam më kanë lyp për atë, po s'kom shku të Toni Gross, edhe Alaba atë Rüdigeri krejt, unë jam në Bola League, ko është homilë si Podolski këta. Po na ina po si rival. Liridon me 17 vjet nëse jem të sakt i largu pe Gjermanisë për me vazhdu në Çeki, te Slavia Praga edhe ma vonë te Mlada Boleslav. Po aty menaxheri jote ka bu një gabim edhe për 2 vjet nuk e lu futboll. Qysh e kujton atë kohë dhe sa kom vështirë për ty që sa ke fillu edhe ke prit me bu një karrierë. Ta më kje rrit ashtu me mri nivelet. Ai gabim po më duket ka penalizu pak. Me të vërtet, po do ka një farë eksperiencë për mua gjatë jetës që më thonë, ka ndodhë, o ka një keqe, po o ka edhe një eksperiencë që më ka një muën gjatë jetës, me thonë që edhe pse dështon një sen që ti të hop maksimumin edhe të vlerësu edhe po do me arrit që ato që po jetë e bo, unë ka gjutë kogja për mas, po prapë që më dërzu, edhe me që me drejt me këthi kohën, që shkarë puna që shku në Slavia Prag, e që kom batje karierën pas një gju, që kom fëve gjumanisën dhe Shqipën, i kom hypë trenit, që babi më ka që, bile moj me, si sot babi më ka që me në ndajt e treni, edhe se di, janë 150 euro mi ka për rrugë, për me bli edhe biletën 100 euro, biletën në fund se kom bli heq. Nxeza, no? Pak shqiptarski se u dosh me të gjinë. Nxeza, në to, baba e ke bli biletën, thash po mërë babë që shuani gjalien vazhdo. Edhe që do ju më shef në WC, një 4 orë gjysë, deri në Prag. Deri në Prag, a? Po. Tjera
çka ka ndodhur Me shkret 17 histori. vjet në Çeki, vetë ki jetu, po? E vet. Pa prind. Pa prind, pa vet, pa prind, pa kërkon hiç, më kon internat, kon një farë internati që si këto të njëherit. Nuk e di këto a kanë përparu pak me adin studentat këne Konvikt, këtë po. Po që shto nuk kon valla hiç në gjendje e mirë shembull, po maksimum ju më mendu me nxjerr me çat rrugë që e kom pas. Në atë kohën shka ishin 350-400 euro së kom pas. Sakrificë, po, veç për me arrit atë qëllimin tem, po prind që janë prind, normal mërzitën edhe. A e mirë djalë, po super, kënisë ishna buk me ongër. Çka ndodhi me atë gabimin e menaxherit e Mlada Bolleslav? Po, qëre tash këtë vjen një djallë shëmbëllësion që ka dalë në Gorbet në atë kohë me familje dhe që nuk i kemi ato aftësit më marrë me menaxhime, me edhe financiarisht shembull, më mirë me ato sene nëse edhe arrin ato shembull. Halon ditë ka njerëz që s'di mu me udhëheq parën ose gjenin e menaxhimit. Unë në atë kohë s'u menaxhu mirë, po kom kështu me arrit maksimumin me atë sham kam su printe me dhe sham kam su rruga. Unë e pe rrugës ju kom gjujt futbollit edhe menaxheri në fakt e ka bën një gabim që tashmë si avin edhe me fol për ato, po u bë gabim edhe në fund ka kushtue. Ti je penalizuar. Jo, unë jam penalizuar, duke ofër 800 ditë për futbollit, ndaj FIFA-s se kom bën një gabim që nuk e kom ditë, edhe mandej çdo ka rezultate pe futbollit, pe profin direkt në Bashkëll. Prej profit direkt në Bashkëll. Kontratën e parë profesionale e nënshkruajtur edhe lojën e parë. Më një herë shkova në Bashkëll. Qysh? Tek. Pse? S'pate kam jamajt, qa ke problemi? Valla s'kom pas kam jamajt se unë qatë që u mënojsha me gjithë në zgjidhje nuk o bojke se nuk bashkëpunoj kë ekipi me mu. Okay. Në atë moment, për shkak që ishin zorë, kishin atë problemi me menaxherin në tem, edhe menaxheri jam nuk e ke dorë, kështu që unë ishna i mes që s'moj ke as me zgjidh këto, as ato, kështu që as pagën s'ki mujt me marë? Po, as pagën s'ku mujt me marë. Edhe tana nuk ishna rrugë, nuk ishna parë, edhe ndof më gjujt në e ka. Tana pak në Bashkëll, pak në rrugë, pak shtu, pak hustling, që shë ka jeta, bedim, veç për me bjetu. Edhe një sen është që mu i me thonë, prap këtë sene që i kom bo, prap këtë sene që më ka ndodhë se kom arruat korat drejtimin tem. Që ato 2 vjetë, gjithë kom ushtru, gjithë kom trenirat, gjithë e kom mujtë. Qa ki punu në Bashkëll, zakonisht? Po me hellë të me që ke qenë shumë, dhe s'ju na i zede na i. A u paguj që mirë? Po së shke kesh në nërë ora. Mirë, ma mirë se për atë kohë mirë. Për atë kohë fenomenal. Ju be. Po, mas 2 vjetë kësaj kohë që ke kalu në Bashkëll edhe në rrugë që tha të bo asëll, ke kalu në Turqi. Njerë të Ankara Sport edhe ma vonë të Fethiye Sport, ku edhe veç ke fillu ti me i vjel ato të mirat e futbollit, masi ke pas sukses. Qysh e kujton këtë kohën në Turqi, kampionatin turk, pasi që ato veç që kena po Liridonin që ke dasht edhe ti, si futboller. Fethiye Sport. Po, Fethiye Sport. Interesante. Po, film. Qysh ka ndodha ajo është edhe një befasi për mu, edhe është, du më thonë, për ketë ata që nuk kam besim, son po shoh tash rinia e re, mësu ka gjakeq pak, a vedin, po shpejt E dojnë suksesin shpejt. E dojnë suksesin e shpejt edhe unë me shkolla, ata me lift po dojnë mund gjitë edhe nuk pënon ashtu për mendimin tem edhe unë kam qef tash edhe me rini se për cili pak edhe për shop pak, po ndi pak që po thojnë nëse zbot hajt po shkojme po bajnë e sen tjetër. Po, ndërzohen let. Po, por kundrazit e onë me Turki, Romake ma di mu ketë historien. Pesi që kom hyp trenit në Slavi, në min hene që kom shku në Prag, Romake ketë ma din historien muhe. Onë në Turki para se me shkue, ishna në min hen, në banes me print edhe o merë një ofertë për me shku në Turki, veç për me bos stërvitet e provat. Shkova atje, i bona provat një javë, shkolqeva edhe ma ishke puna që tash doft më mirë ekipin Çeki. Po. Se ai ekipi i Çekis nuk më shlojke, se ishte edhe 36 ditë, a 35 ditë. Kontrata. Po, kontrata, që ato 800 ditë më krye. Po. Ai Turki, ai bashkoni tha, e pagujo. Jemi sin, e paguj ti.
e pagujtja pagun shka ishëm duke të ofër 35.000 euro, i pagujtja dhe pe ati momentit isha letori Osmanis Akaraspor, po tani po ndu. Osmanis, shindrojnë ata emra çdo të Po, bash, tana pe ati momentit ishna pet back to business. Edhe u mor hauzim Fethispori, se Akaraspori ishke shumë e fortë në atë kohë. U mor në hauzim, i kom luajt 35 lojë. Kampionatin ka pëlqyer tepër, po gjithsesi siç e dini edhe jo Turqia ka atë problemin e vet. Që këtë jetë është e mirë, futbolli është e mirë, po unë pa leks luj. Po në fund shohësh në det për gjumë tash u shku klubi. Bash. E ndrojnë. Bash. Që të gjë kanë turqit. Po, veç ku tash në kush tjetër u bë bashkan, presidenta, edhe hiç ekipin a trajnerat i kom ndruj, kom pas 6 trajnerë kom pas për një koç. Po edhe këta ka jep një mësim për. Po kanë kohë e mirë, do të thonë që Ase veç ke fillu mi lukejt lujt edhe me. Po basa e fillova, po tani apet ndodhi be. Apet ndodhi. Apet kriz. Apet nuk thyte çekiçi te hilti. Peja ty 2 herë, tash u bëmë 2 herë profe, tani apet u ktheva te çekiçi. Edhe po du më nalë, dims, po më thirë në vitin 2015 në telefon. Broku je, thash që në shpe. E i kom 2 opcione. Thash po, ku, hajde për hajra, pëte, se u gëzova një ku pa klub. Tha në Tajland, jo edhe në Malajzia, ku me shku, në prova i kom. Thash po, bro, si jam të e ditë ka i bin këto, thash e më vetë, cilë jo futbolli maj mirë. Po me të vërtet, ba e moment që pa të thirë në telefon. Edhe në fund e vendosa të na me ikë për Malajzi. Malajzi, a ki prit që kemi pas atë sukses që asë akon shka Malajzi? Jo, absolutisht jo. Se që sukses që kom arritur në Malajzi, që shëdin edhe, do më thonë tash, shumë e njeri, është ka gjë një farë... Me që dhe aty i konë në prova? Po, me pru punën që shku në Malajzi, para se me shku në Malajzi, unë do me shku në Vietnam, me më kalëzu në Vietnam, një 6 javë më kalëzu, ta e menagerit që më ka thirë, që më ka du që unë kom morë për Evropës, ata të Turkinë se për cilin, se ku e di, veç Anglinë edhe Gjermaninë. Shkova në Vietnam e një 6 javë më proba në Vietnam, pe aty te pas ke kapacitet me luta dhe Malajzi, e ta na u bë puna me Malajzinë. Të me ka tje liga shumë e fortë. Si me shku njerë në Viti, të i Viti së në Prishtinë. Qyshken provat atë, se realisht një lojtar ko gjaj gjatë, atje popullit janë zakonisht ma të shkurt. 1.86. Ma letë se në Turki. Jo, tash, me krasu njejt, përgjësi njejt, po ishke 35 gradë, ishke në zetë, koha, shumë ketë vapë, shumë mësu, jo mësu verës, ama atë ke ishe 12 muj, heq pa anale dhe kër shkova në prova, e këna pas një lojë micori, edhe për me ketë letarë tonë ishën pak ma short, po ketë adin si kona ishe që si miza, shpejta. Edhe kër e bona provat 2 dit, i pëlqeva shikuzve, se ishe stadioni full. Para më në prova jam konë ofër 6.000 shikuz. Veç për mu, se veç unë jam konë prova. Ka nërë veç me adhuru letarën e ri, qish po lunë, qish tek se patën po lujë me Fenerbahçen, që pa ta lujtë. Lojë me Fener, e kini eliminu Fener, se i kom pjesë e Fethiyesporit. Po, aty kur je shku në Malajzi, shpejt je bo yll, so që ja ka nisë edhe fëmive mi aulon në emrin Liridan. Qysh e kujtën kitë ku që parë ndjenja, se në Malajzi, një vend që sigur nuk e kanë ditë ku Kosova, edhe pse ti pak si Gjerman je shku aty, po shumë me prejar dhe për Kosovës, sa emrin shqiptar, normal, çfarë ndjenja është, kur i ke po qata Malajzes të vogël me emrin Liridan. Unë kur kom shku në Malajzi, për me kam në ekip tem, nuk e kanë ditë shumë e njëri kusho Kosova. Për Shqipërinë kanë ditë, ama për Kosovën se kanë ditë. Se ishke edhe 2015 në qatë kohë edhe me një herë shku në finale në 2015 që patëm lujtë para 120.000 shikuzve. Unë kur kom një stadion 120.000 veta, kur e kom po ka tribina ona djatë atje, shumë e po 50 flamura veç të Kosovës. Edhe do kështë me të Shqipërisë, do me të Kosovës. Edhe qatëherë thash, ata shedin këtë Malajzia kusho dhe Kosova, vëdin. Jëm një dhe krenar. Krenar, normal, që. Edhe puna thmive kjo deri sot është një farë sene që me të vërtet dush me përjetu vetë, shembol, më janë gjitë kush emrin tonë
veç për shkak këtij. I ki nda ato video na për Instagram e rrjete sociale kur shkoj që mi vizitu. Po deri sot kam shumë kontakt me printe atyve fëmijëve. Edhe me fëmijët janë të rritë, tash njëri ka bën dokot i ka bën. Kalu 8-9 vjet. Po tash 7 vjet po. Edhe shkruaj prap me ta ai djali i vogël, hala më shkon e ka emrin dhe ka atë Ahmet, njëri ka Ahmet Liridon, njëri Ayash Liridon. Edhe kanë Instagrama, unë i vizitoj, kur jam Malazi, shkoj i vizitoj, ja çoj në adresë, a din se është edhe prindve normale, është najsen, është krenarive, shka më thonë, tash më ta ngjit emrin dikush veç për shkak të edhe në rrëtësomës Malazi para më. Ajo është një sen që s'o ma merr kërkosh apo kupton. Sot kur hiç apo din. Sot e 700 vjet që dorë, po që kujton ajo kohë se e ki shiju maksimum Malazin. Tash, me të vërtet, Romak i kom bo tash so 9 vjet? Pe 2015, po, për 10. Gati henëm 2025, në 10 vjet po bojnë. Që atje që e kom jetu në deri sot, edhe falendrus ndaj Malazisë, Malazia më kape emën, apo din që më thamë. Ani, printe mi ma ka në përmim tena më po thamë. Famën... Zote e këto, ama famën e këto seni që ma kapë Malazia që ku mujtë me shfridzu deri në maksimum, nina gjithë falenderus ndaj Malazisë për jetë shumë, edhe që shku mujtë me jetu deri sot me qatë emën, edhe jam falenderus ndaj shqiptarëve, se shqiptarët mujtë me thonë që jo veç këto, në Zvicë, në Gjumani, në Australie, qaj shqiptarët që më njesh maksimum respektojnë, edhe jam shumë falenderus ndaj çdo njeri, na për do që shkojnë na për restorante së më me pagu, na për kafe, na për dikon. Ajo është një respekt që s'di që shmja këthi... Se blin, e fiton. E fiton, apo kupton. Tash, e di që nuk është veç për fam, po në ditë sotit e di që edhe kam atë karakterin që për me më do ndikosh, apo din. Amo normal, shumica tash edhe për fam, do po e di edhe jam falenderus. Prap, ke që shke, jam shumë falenderus. Daj Malazisë edhe daj kejve shqiptarë anë mbon që më respektojnë. Edhe që më pyte por që ato jam i knasht edhe e vlerësoj maksimum edhe dhe halo sukri, halo jam to. Halo, dol me këthemi prapa. Te cili klub ke kalu ma mirë Malajzi, se 4 klube, Keda, Malaka, Johor edhe Terengao. Jam i sakt. Terenganu. Te cili klub ke kalu ma mirë edhe në me thonë jeni kështu maj dashur, Unë kam dashuri me çdo ekip që unë kanë atje, kam shumë dashuri dhe kam shumë raportet e mira, po normalisht që në Keda, unë kam 4 vjet edhe kam fitu trofeat më shumë ti, edhe me ekip edhe individuale, me Kedan, edhe në Keda e kam do kujtime të jashtëzakonshme konçme se unë s'jam kon kërkush e heq. Kur vjen te pjesa futbolli, pse jam kon Turkinat ku ka pa shumë futbollista të mirë, si shqiptar, si tjerë. Ama kur kom marrë Malazi e kom mas ato 4 vite kom thonë që me të vërtet e ndi veten si top 5 shqiptar në këtë botën. Që shtojmë një, a vëdin tash... Realisht e pa të mora të farfamër që pa të eksplodu. Po dhe 25 asistime, 15 gola, 40 score points, a din nuk është veç, hajte, ke ku ke. Edhe në atë kohë jëm një, të më thonë, jëm krahasu me çdo futbollist. Adin përveç tash Gjerdan Shaqiri, këtë sene, këta janë, adin, s'pi krahasoja mo. Në të konë Malajzia pa të njës do emna ko gjatë maj më orë, si tash shkojnë Arabi ose në Kinë, Pablo Aymare, ka kalu bëjë i ko. Çfarë futbollista me emën që kanë bërë karrierë të gjatë në futbollin evropian? Pablo Aymar pa ta edhe në Gjohor, edhe më ndej kam shkutën edhe në Gjohor. El Hadji Diouf pa të luna dhe moment që më shenë nërmen. El Hadji Diouf pa të orë, David Gyza, tana më ndej kam vazhdu edhe tjerë, kanë orë tash kanë nënshu kë letari Real Madrid që konë. Kësër Musi, para 6-7 vite që pa të lujtë. Çfarë thomësia? Në Solëm, a një zeqi, në Real Madrid, në Solëm ka lujtë. E gjemi tash. Tash në Gjohor ka shkuar. Njëra? Në Johor, në Malazi.
Që na kujtohet momentalisht. Bash interesant. Bash interesant. Kena me gjetë. Edhe që shumë pyetje më falë se s'ta përgjigja alo. Normalisht në Keda kom pas kohën shumë të mirë, tani edhe me Laka kom qenë koç kurt se jam u pa talendu, po edhe atje mandej në Gjohor, edhe në Gjohor kom pas kohën e mirë, vetë s'kom lujt shumë, jam koma shumë në hazime, se që shtë e pa të mendos. Gjohor është klubi i mbretit. Real Madrid për atë pjesën e Azis. Që shu lidhe ti me mbretin që transferoj tani në ekipën e vet. Unë kom pas gjithë një raport me mbretin që u kondi që ishte një raport më thonë që love and hate, apo kupton në atë aspektin edhe dashuri edhe urrëtie, kështu që unë gjithë kom pas qef më kom pjesë e Gjohorit mas një kohë, se u kondi klubi ai që e kom pas si unë e shoh vetë në atë klub, se kom po që klubi më i madh atë. Po dhe se mi po kushtet me krahasu me Gjohorin, Gjohori është Manchester City, Paris Saint-Germain është. Për me të vërtet është, unë kom qenë onë e bon këtë botën, amo atë kapacitet që ka i klubi, edhe kë mbreti, për momentin është Alo Prince, se babën e ka Alo Gjorë, TMJ, që ka kryu kjo një farë një farë strukturë, infrastrukturë të futbollit, është e jashtëzakonshme, ka marru stadionin 300 milionere, ka marru stadionin, tash po luajnë në FC Cup, janë në group stage, po shkojnë deri në çerek finale, po shkojnë tash u bë ekipi kogja i madh, dhe në atë kohë unë kur pata dal pe Kedës, bile me Kedën na do pak si catch. Jo në atë aspektin catch, e kom qu shumë mirë me ta dhe shkun 4 vjet. S'kam pas qef me të largu. Kam pas qef me largu, po ishke puna e rrogës. Se do isha hala ma shumë pare, edhe so pa të marrë vesh mirë, edhe ma të e moj me se zëtëm pas konë Los Angeles, tu pi kafe, me atë qokin tem, edhe vesh po ma qojnë shqibend këndigon. Ofertën? Jo. Dënema? Largimin, ma kanë qu me email, para me në. Pasha allojnë po. Mas 4 vite që kom bo për ta e vene sene, gjithat kontribut që kom bo, jënë përshëndit me mu me email. Edhe unë se kom marrë për të madhe, u kry mua beti, su bo cak e kom byllat, jënë falenderu, da shikuzve e kret, edhe kom vazhdu, se kom po që kam edhe halau një shanë formë më të mirë. Tana kom pos një ofej për në ekipi tjetër, e tu shku të ekipi tjetër me avion, kom zbrit në Malajzi, shkam i po njerës të stafit Princit, Gjohorit. Aeroport, Në aeroport, unë prit mu me kontrat Gjohorit. Tha s'kemi shku të kërkon, po të na kemi ardhë. Allaj. Po, valla. Unë kanë shtin limuzin aty edhe kom shku te Gjohori, aty unë përshëndet me Princin edhe ka thonë, a ke menu që shlene në kon tjetër me shku përveç të une. I thash, s'ka arë kur gjo për ti, po tash e që aty se unë lujsha gjithë kondër ti, lujshme në finale kondër ti, edhe këtë adin e ka gjithë qef me fitu normal si na, dhe ishke pak si rival, 4 vjet. Edhe dikur mu bëha erdha e puna që unë edhe mu marrë në ekip, edhe jum shumë falendrus ndaj ti se unë kanë do momente për me të pak vështira, se edhe financerisht infrastruktura Malazis patron që atë kohë. Edhe unë konë i lendum, plus unë konë me bërurin unë konë i lendum, edhe kë plus në që atë kohë më ka marrë. Për kundër që e konë i lëndum, veç e ka pas gjithë me të pas në ekip. Po, edhe jam shumë falenderus ndaj Princit e Gjohorit, kështu që tana ka alosh ma shumë sene lidhë tana pasaport e këtë sene vene. Gjatë karrierës Liridon ke lu edhe në Indi, Australi, Tajland, do vene shumë interesant që pak futbolist shqiptar kanë lu, që shë kujton këtë ko pak në pikat shkurta se cilën kampionat. Se edhe vendet jo të Newcastle e Europës. Vendet larta dyshysh. Po, interesant. Po, që të sene që i kom përjetuen edhe me kjo është pasuri. Po. Kjo është ndër pasuria më e madhe e jemja. Se shë edhe kultura ndryshme. Po, shë kultura tjera, edhe e kom pos një kohë shumë bukur, si një ndi,
Në ndi jo mirë me lop, që shtojnë që në Australi me kengurua. E ki kujtu Në farë gërmovën e vitin. Po, ishke fantazi, kulturat e mira, në ndi kom kalu super një vjetë, në Australi o konë Newcastle, pse se konë Newcastle e Premier Ligës. Këtë që këtën patëm të një telefon, do rridon Newcastle shkove. Të kujtu që këto në Angli. Newcastle, DC. Këta të gërmovë, sa të katunit, eja, ke po të rridon i ka shku Newcastle. Edhe mirë super kum kalu edhe që pa ta lut kundra besortit Berishës. Po si edhe në Tajland e kom pas një kohë shumë të mirë, ku kum shku e kom pas për mendimin tim gjithë një kohë të mirë. Po normalisht që koha më e mirë kon në Malezi. Po. Që gjatë asaj kohe, ke dajnë në Malezi në përgjithësi, kish këlqy. Ki pas oferta prej Evropës për më këthy në Evropë, edhe çfarë klubet kanë kontaktu, se tash ka kalu një kohë, nuk është kur gjë dhe mi përmen. Po, në atë kohë, Realin pa ta. Jo me Perezi më thire, i thash jo, s'kom pas oferta shumë në kalzu drejt, ma shumë kom pas në rrethina Azia atje, po më kom mirë në Malezi. Në Francë kom pas një ofertë mirë në Angers. Po, në të mojmë... Ti pecek mi, Angers. Angers, sa va mon frère? Angers na jo. Po, Angers. A kështim bastore, Angers. Qka u bo, pse të shte transferimi në Angers? Angers. Se je kon shumë mua për atë. Po, Ligue 1 ka lua. Ligue 1, ishke edhe Neymarin atë koket ishin. Ajo kon për mua, nëse ndolke që ajo kon për mua, bingo, kulmi i karierës, me orë pej Malezijës, se s'ka ndollë kohë që pej Malezijës dikush ka shku po. Ose do mas shqiptarit Malezi në Francë. S'ka ndollë as Malezes. As Malezes, ja Malezes heq se heq. Po shkova atje në prova, pa të më thim prova. Shkova në prova dhe shkam dolli bruri, qatë kohë. Janisa mu stërvit, dita parë, dita dytë më roki bruri. U ktheva e bona para që më bruri. Shku një vjetë apet shkëllqiva Malezi, më thira apet treneri Angers, tha hajde apet në prova. Shkova në prova apet, e theva gishtin. Gishtin e madhe. Ditën e parë patëm një lojë miqësore, e lujta mirë, po kishin qef edhe 30 më po, e theva gishtin e madhe. Mo qa krejt midist, aty se ishe qaq ftoft borë, unë e pej 35 gradë direkt në borë. Ishke ftoft. E mo patëm ngri gishtat e njani me thumbra të hekrit, krampon. Po bashkë kam të hekrit unë patëron gisht edhe ma thej, me nërë mu ka thy gishti. Se u ka kone shkruma atë? Ja, valla, so koni thash ati treneri, thash trenes ka. Mësëm dherma, se po mes krejt këto. Si jam për ftoftore. Po, si jam, tha Liridon, tha, i thash e treta e vërteta, a më nuk shkova, se u bo. Ma mirë që s'ke shku, se pas ke pas me të krejt në Angers. Bash. E që aty u koni vetme ofertë që e kisha marrë si vendim edhe isha shku. Po. A ka pos pora, s'ka pos pora, s'ma kish një veç më konë në fush kundra e Neymarit e me lujt në Liga A, a beden me lujt me qëta u kampionat fort. A më nuk o bo dhe shnash i shalë. Liridon ti sa ke lunë në Malezi edhe në këtu kampionatet jekon edhe pjesë përfaqësuesës Kosovës, me thonë para pranimit në UEFA. Që shi kujton ato ditë dhe a kina histori interesant masi që u kon pak vështirë mu të bu edhe pak ndeshje kena lu veç me klube kalu atër përfaqësuesja Kosovë. Do të e dis. Haitin, Senegalin, Turqin, që ato varë. Që shi kujton kuën përfaqësuesën e Kosovës? Nisu me Kosovën se ti ke lu edhe me do përfaqësues. Për Shqipnin edhe për Malezin. Ku pja nisme të Shqipëria? A pja nisme të Shqipëria njerë ata në njerë të Kosova njerë, masi jena në Kosovë njerë. Po të Kosova, valla. Bim se kam një histori shumë interesant, që i kanë dohë të Kosova, veç nga kalzën njerë tjera. Une vetë, edhe të Kosova, kina histori interesant në histori. Ajo është pak ma e veçantë. Veç emnas po për men. Ja, ta më puna. Valla për Kosovë në atë kohë, që din edhe Romaki se edhe këmë ka një mu shumë në atë kohë për me propunët që marrë në pak të Kosova. Se nuk ishke në atë kohë në 2014, unë e kom pas një Sonny Eriksson, pa ka mirë.
Apo kupton, nuk o konë S'ka pas koha shumë mediave. kontakte, po. So konë si sot. Sot e baj një video është në TikTok, që dje është një video, veç 5 sekunda video është tina, Po, më shkoj sot viral, 300.000 më shkoj. Në atë kohë, për me arriti 300.000 njerës, unë dofke Gjithçka me bo. gjithçka me bo, po. Me vra njerë. Me vra po, dishish me ron lojme. Po. Edhe në atë kohë nuk ishke që shtash, kështu që e kena përdor një mënyrë ma tjetër. Po. Edhe në atë kohë më ka nimu Romaki. Edhe kom lujt mi se ishtë në Turki të lujt. Po. Edhe kur unë pathir mu Kosova, ishke, si me thonë, me 0 pikë, s'u konë halo e pranume. Halo e pranume kena lujt me S'u konë e pranume. Fosnot. Po. Fosnot. Po, unë kur kom marrë, kena pas 10 minutë kundra kombëtareve, ama ju loja oficiale. Po. Edhe ishke në pyetje, unë grubullim, jo, Lojën e parë e konë me Haitin. me Haitin. Me Haitin. Po. Mitrovic. Ishke aloja, Po, në Mitrovic. aja loja historike që u pat bo, edhe për mu konë fenomenal, knaci, për ketë Kosovën, për familje, për printe, për ketë katunin e, veç katuni jem gërmova, faleminderit gërmova për jetë, veç ata Sa djeri ka ardhë, sa djera. sa njeri, sa krenariu kalëgju veç katuni jem me Po. lemo vitin e krejt, Kone një transparent atë, sa djera. po, se patëm vënu me postere na për vitije, na për gërmove. A sa krenarium kon veç ata le ta na paramenone sa krenarium konon edhe familja jeme. Hajde. Edhe po, ta na pata marr ftesën, edhe t'ja moni men më shoh bo këto. Veç rrugës na të shku në stadion, o kon një kohë shumë emocionale, edhe unë deri sot jam i knaqt edhe jam krenar që jam natë Historinë atë. Atë historinë, atë Loja fotën, parë. po loja parë historike që u bë dhe kum kalu, me të vërtet kum kalu mirë deri në far kohë, derisa sa s'm kanë thirrë mo. I lujt edhe me kundër Turqis, kundër Senegalit, i kena pas edhe do mitësore me do klube. Po e kini historie shumë interesante, unë e di për veti, po ka zej shikuze, që edhe di Po, ajo storia, ajo storia, Senegalit në Gjenevë. ajo storia, po, patëm lujt njerë këto me Turqina, Me Turqin këtë tani me po, patëm Senegalit. lujt me Turqin këto, s'patëm hub shumë një 5-0, 5-1. Jo, 6-1. Ishke fati Po të marsh rim. mi golla me bollak. Po de, nejse, po neve s'na nike, në atë kohë, kur na kohë, na, Me rëndësi mu mu lujt, kom po. pjesë, Po. me lujt, a hub, normal kena që Edhe me fitu pse gjithë. Turqit na patë ndëru jashtëzakonisht shumë një kombëtare shumë e madhe që me orë me Me orë me neve neve, po. Edhe për neve ishë në dere madhe, unë ishë na i rinë 20 vjetë, edhe po ishke puna shkum, patëm këto grumbullimin komplet këto, patëm grumbullimin komplet këto në Prishtinë, lutëm me Turqinë, ishke puna me shkum në Aqen, Në Gjenevë. në Gjenevë. Edhe pa loja parë e Kosovës i jashtë venit. Kështu me thonë, edhe kundër Senegalit në atë kohë Dembaba e Po, i ka ishke- pas ekipin e po fort. ekipin e fort. Edhe unë jam mësu në ekip tem që ketë këto Pajisjet pajisjet sportiste ketë Milion të karrika të të ullë. jo të karrika, po se po amo ai kitmeni, shëtojnë kitmeni ai që Po, ekonomi dhomin Ose atë. menaxheri fanella, që tash. po edhe unë kom pas një por put simpatike të futbollit, kom pas shumë të mira, komplet Carbonion kon Zeza, Nike. Pa të ndolla të s'ka pas shumë peç atyve. Po. I pa tablet së di 400-500 euro, mo euro i pa tablet. Edhe po vija të ngrëmbullim edhe po ma ban ai ekonomi jom. Volër dën shtoj pas këtë fort. Edhe shqiptarë që tash dën shtoj pas këtë forta. Një 15 herë më ka thonë, veç në çast stërvitje mos Turkisë. Dikur ma ka tërë tash, hajbe se ti jap ku ta kryemi grumbullim. Edhe unë nisëm pe këtyjt me shkun në Gjenevë, edhe po mrimi në Gjenevë, po shkoj në stërvitje, kur pe shakun do të kërkon. Këshyra aty, thash pe veti atë Bajramin, Shalën. Thash, ko është ekonomista që shtirët, ai të kitë meni. Ko është ai, tha, ja, ai s'ka vizë, ai s'ka orë, s'ka vizë. Thash, po kundrat, o Bajram s'u pigjoj kundrat. Bajrami këshyr, tana, e thërën ato, për më mique,
Tha anë hajtë si aqoj, njështë të shkeloja, së dija e dilla, ku me blimo kundra e veni patike, do shmi nëzehen e patike, unë e kishtë në numin 45, kërë kusht në ekip se kishtë 45. Edhe, Vete pa Samirit, ishke Samiri, Enis Alushi, Albert Bonjoko, Kristianushi, edhe nesrit, po quma me ngjes, unë kishar paketa mu, e kish fudi kërë që ka me këshu lojën, atë kupton, pe qilionë. Pelo paketa njerë në domë, se o kry, po shkoj me hangër me ngjesin, pe qili paketa, shka me po një faradi daskat, prisht A jo ato tua, ta? Jo të mijat. A ne mirë, zgjidhet pas ka bo, bile. Po, zgjidhet po. Unë ishka, edhe plus më thiri Alberti, treneri, Bonjako, Lërdon, tha, sot, informacion të pari. Me Adidas ka falë. Me Adidas ka falë, plus 44 numër, në 45. Gishtat Qështu. Edhe për thamë Bajramit o Bajram, tha shush më rëskam kunda, edhe Alberti, tha shtë në Albert, si dykos mi ka vje kunda ta, ku e di? Tha Lërdon, dësh më përgjisht ti për kundat e tua, tha shu, Albert, thash në Turkijë, nësë përgjisht në është për brek, e le më për puca. Tjetër koko, ne. Tjetër koko. Su kohën do me thonë që shë tasha, vëtë e Po. kishtë se në vend. Tash më ndryshe, tash organizimin. Edhe, I kam përqy, aja ki bu halal, bile. ka dal, su kry halal. Edhe, po, unë informacion, unë ishte qa që emocionu se ishte informacion para dhe, pa të marrë prend për min henit dhe pa të një Gjeneva, kejt katuni, kejt vitia, gormuva. Gjenev që shë. Gjenev. Ska shpin viti që nuk kanë Gjenev. Po, s'ka shumë, po, vitijës nuk ka shumë, një 3 milion veta. Edhe, piveshë unë atë kucat 44. Qka me hindoj qështu. Gisha të mdhemshin, as mundësis. Ne i qush mos me lu. Po, edhe janë si loja unë e kërkon heq. E banëm ljot zero se di as qysh, Alberti. Ta nana këthyn lojën e i thash Duke një loj shumë e mirë. Po, shumë. Në të pa. Po, edhe i thash trenirit i kur thash. Mas pis, po, gishtat tërsh edhe i pata thonë këti Bajrami thash. Nëse punon halaj që aty a vedin, kështë në atë aspekt e mos më thyrë një kur. Shka me po, shkova me këshidojnë e kalume. Haloj isha. Haloj atë. Për që ata s'mas kanë thirë mo. Je jam kona vetë. Allah i kofshin, inshallah me shnet i ka bo. Po, bre. Të Shqipnia? Të Shqipnia unë ishte ne. Shumë herët je konë. Po, të Shqipnia. E ki lujt një loja 2? E kom lujt një, i kom lujt një 4-5 loj. A po? Po, Se u konë një kohë shumë më ti kohë, do me thonë edhe ma pak ka informata. Ju më konë, në atë Pyetje një kohë mëjtë një shkujsha me mesazhe, shkujsha emaila, shkujsha në këtive të Shqipërisë. A konë Redi Jupi? Redi Jupi, Jupi. Po, Redi Jupi t'i shkujsha në Boshatit, që pa temin, a i pa dekra me t'lija. Asim Boshati, a i treneri. Okej. U konë të Boshati, bjemrin. Po, a që as mus për më kujtojt emre momentalisht. Po u konë atë? U konë trener të na. Okej. Edhe unë i shkujsha emaila, Redi Jupi t'i shkujsha. Vetë u angazhoj që ishe 16 vjetën. Po du me lujt. Po du me lujt, për kërkon e që me emailat. Edhe dikur, ishke grumbullimi, se e ka dhe që kjo një histori e mirë është. Sone kam qef mi ka dzusturit për shkak të rinijës, që ta din nasha kena hekë në atë koqës kur s'ka pas, as media, as kur gjohish, që ishe kena haslirat na, se këta ndicotit du me shku me private jet, me hi direkt në derë. E me në përdu mi apë kalëgju pak realitetin që shë është, se që ta që e kom arrit në derisat është që kja arsyje që unë konë që është, se për ndryshe, do shmo konë e jetor shumë i fort, për me shku me liftin altë. E që kja e konë historiet mirë, unë kër u konë grumbullimi Shqipërisë, u konë për U17 deri për U21, u mojtë në Lucern. Unë jam konë Slavia Prag, edhe pilem reaktive Shqipërisë kërkon heq. S'ma kap këtë telefonin kërkush, shka kom bani, i kom hy Prag trenit. Në WC garanta. Po pashalojnë, WC, jom shef në WC derin në Cëri kom shku me tren në WC, jom shef, aty në korar kja hisha në WC dalë që e vene seni. Kom rinë Cëri, 5 rjut e kom kapa 5 trenin, kur kom rinë Lucern e kom pas një djatë Agjës në Lucern, përshëndes, Astritin. Karu më ka morë dhe më ka qute grumbullimi, ku më konë 150 letarë. Prej kretë Zvicrës e Gjermanisë. Prej Zvicrës e Gjermanisë, anë e mbonë Francës, anë e kom shku direkt aty, heq pala e mërim pa kur gjo heq. Kur kom ri, e kom njoft, një dy letari kom pas njoft, edhe kom shku direkt e recepcioni, kom thonë kush është
Përgjithësi kryesor. Përgjithës kryesor edhe kum shkuj kum thonë unë jam që kë pe Slavia Pragës. Se nuk ishke shumë peletarët. Po, në ekipet mira. Në ekipet mira, Slavia Praga në atë kohë Champions League. Prapë ka një jam shumë të respektuar në Bash, Evropë. edhe për tham që çto tha, ok, më lajmëroj, më hapën një dhumë, se ishke veç 2 ditë, më hapën një dhumë, edhe ishke shkoj ke lama, loga aty, so shqiptar, 150 vjet, llogaritë veç prind shakanor aty, për djalin teme vene sene, edhe patëm luj lojmicore, edhe kum lujt fenomenal. Fenomenal kum lujt. Edhe i kanë mbledh këtë letar bashk. Këtë 150 edhe kanë thonë veç 3 letar për na pëlqen. I patën cek Astrid Bonjako ai një far i riu kon edhe ai për Bazelin ka lujt ndukut. Tana agonitin Salah APD, ajo që Agonin Salah ai ka bu karrierë edhe për ka lujt për kombëtare. po dhe edhe në Xamax, edhe Xamax. tana edhe mu edhe po më thënë edhe mu edhe Ledon Krasniqi te ju lajm Romi. Tjerë Hilti me kap edhe çekiqa ata. Thjesht Hilten unë patardhën, unë kish na mend që më kthy tash në Zeza pet deri në Prag. Deri në Prag. Edhe peça ti momenti ja kanë nisur patën hita në Grombollin, patëm shumë Sloveni, me Rumaninë patëm lujte me Izraelin. Çati pata lujtë na po puna Po për te Kosova. Për te Kosova edhe i tha Shqipërisë, a din kështu notën e mirë. Se është kjo. Kosova lok. Kosova po dikur e la Kosova. A Kosova të la ty. Valla në kurse kisha lon. Pasha lojnë deri sot në për Kosovën, a din gjithë këtë lojti për cili edhe unë gjithë zemra më kona, po kupton se është veni jot. Normal. Unë gjithë kom pas qef edhe gjithë që tash bile kesh e këshyra lojnë edhe shke. A din, po të kallëzoj drejt deri sot hala luq aty. Veç më shtin mes, që aty 6-8, hala i paloj, ketë. Po të kallëzoj drejt, apo din, kështu që. Jo, a din, ka që shto puna o bo edhe jam krenar që shka orës, nuk e refuzoj atë mendim që e kom bo, se u bo puna që shto. Edhe ta na undajtëm, se unë shkova Malazia nuk ishken, unë patëm thida një 2 herë, patë ardhën herë, patë morë kartonin e koqë, e moment që rëshita, ndaj gënjes. A mo mirë kum kalu, po gjësi mirë kum kalu, o kom fillim. Është një farë krenarie se shumë lojtari ka lujt futboll dhe ka përfundu karrierën, s'ka mujt me lujt kur për kombëtare. Unë e për 3. Ti për 3 kilo. Edhe për Malazi nuk ka kohë e mira. Po. Edhe për Malazi u kohë e mirë dhe halo jam kombëtarët Malazis. Veç jam për momentin që nuk jam të luj. Veç të mungu. Se si ta baj klubin. 7 muj pa klub. Që është po. Kur të mja nis për më kthy te Malazia. Nuk jam me Hilta më nai çekiç për momentin, mos mendoni. Shiqur zotit nuk i nevojë më. Ja, shiqur zotit. Tash me stërvitje individuale me majt formë ato. Po, jo, me erë puna që shtoj tash pe janarit, jo pe shkurtit mu pat kry kontrata, tana erë puna që e vendosa me pushu një 4-5 muj. Me mund të allojt kismet, do ka më koni comeback i shumë i mirë. Edhe këto besoj që këto në Evropë. Në Evropë. Po, kismet. Shumë. Masi veç kem të Kosova dhe po kallëzove që pi përcjell ndeshjet, kush po të pëlqen diçka më shumë për lojtarëve, ku ne kishe veçu, pasi për shumë që momentalisht Kosova i ka shumë emra të mirë që po luajnë edhe në liga të forta, po kush pi pëlqen Liridon, i cili lojtar pak më shumë. Qyrve qajna edhe grup moshat zakonisht. I të dyjat. Unë e përcjell të dyjat se ti s'ka me kalu shumë kohë, kemi po mu si trener ose si direktor ose diçka në kombëtare, patjetër. Jo e përcjelli dyjat, domos ekipin e parë, me më pëlqys mas shumë ti po të kallëzoj drejt aty as se mendoj shumë lart e Donja është, Zhegrova është për mua lojtari për momentin Kosova që kurse ka pas. Po, hiç kur. Larg më i miri po. Larg më i miri. A vjen, kështu që dorën zemër e donin. Kosova do të më konë shumë krenar me çet lojtar që e kanë do të më përkro deri maksimum se çdo ekip e ka një lojtar që është pak më i veçantë. Çdo nacion, për shembull Neymarin, Vinicius, apo kupton. Edhe ata i kanë ato kapriçet, ato problemet e vet ato. Po dikush është si probleme, dikush është si aftësi, dikush është si i llastuar. Ose edhe ashtu, apo den se cilë si Halit unë për mendimin tim për veti kam lojtar të Halitshëm i kam më shumë marak se ata lojtar që më shkojnë më shkollës.
E Doni është shembull një lojtar që i plotson këtë ato senet edhe që për momentin se dje poshtë dje një postim e poshtë ish ndër lojtarët më të mirë me Deblinga me Viniciusin, kështu që kur e ka pas Kosova, jo Kosova, po këtë Shqipëria. Ajo është lojtari më i mirë që ka ekzistuar edhe edhe për Shqipërisë edhe për Kosovës. Për mendimin tim tash, secila ka mendimin e vet. Okej, realisht Fadil Vokri po bajtohemi që edhe Fadil Vokri e ka në atë kohën e vet. Atë vetën amo shaka boe Doni shembull sot ne bile më të madhe në Champions League kundër Realit, kundër Juventusit. Atletikos Juventusit. Mos të kishim më lidh, më bind me atë krenaninë e Kosovës që thonë ai kështu këta. Për mendimin tim, amon e kam shumë shoqënidh aty, ka lojtar shumë të mirë. Valonin e kam shumë shok Berishën se kom rritur bashkë me to atë kohën. Edhe për mendimin tim këtë ekipa Peve datë Moricit deri në mbrojt për tjerë. Këtë i adhoroj. Kemi një ekip të mirë, veç po presim edhe këtë me më rrini kualifikim në Evropian ose botror, shpresojmë shumë shpejt që këtë gjenerat bile Inshallah. Shka të boli Doni sot? Qofmi do më thonë të lujt në ato liga. Më falë që po të depres edhe këta të rinjës mos t'i harrojna. Unë am leqat, unë i zeqat, jam t'i përcil shumë edhe kështë të dy atë luat dy luat. Unë am leqat se unë e këtë trenirin edhe Adilin Malicin. E njo. Është e bon një punë të mrekullueshme. Po, është e bon një punë të mrekullueshme edhe për mendimin tem se njo dhe këma ko gjatë. Ka shumë aftësit e mira ndaj letarëve për mu sjellën edhe për mi afru edhe puna sistemi që shpolune për mosh një trener fenomenal edhe kisha pas qef me pas një trener stil ati se është shqiptar, në kam që me pas një shqiptar në ekipar. Edhe në Zvicër atu pas suksese në grup mosha. Po edhe në grup mosha në Schaffhausen është. Edhe unë kam qef me pas një trener si til ti edhe i ri me pas shembull në ekipar për Kosovën. Për mendimin tem, se i bjen këtë me veti, i fol gjuhat, demosion militar, e ka një farë karakterit veçantë, kështu që edhe unë anleqat edhe unë i zeqat janë një gjenerat shumë mirë që mujna mja po hojrin shumë shpejt. Absolutikisht. Pyetja këtë çka do boli Doni sot se po shohim domethënë përveç për lujt futsal shohim do evente me emra të famshëm të sportit, smut mi kemë Joshua bokserin. Joshua që i prej Kosovës. Po, për momentin jam të mirë pak me social media, unë e me grun, do mas gruja tash jam të përkra shumë, se besoj që o të bëpun në shumë mirë, edhe bashkë po bojna do farë collabs me disa sene, puna Anthony Joshua shështu nga ka romu takue, edhe i thash kur po rejmi, po më refuzoj. Refuzoj se e kanë rrej koqa shumë kove të fundit. Ola i thash, të shme fitua pet se... Keq i ki punë. Keq i ki punë. Shtu financiarisht jo, amo... Po, ka ftyra. Po, në aromo, po, pak mua bet bene sene që shtu. Okej. Parët e futbollit ku i ke investua? Sa ja ke vojnë. Do lokna. Se për shumë që ke fillu pak po mdoket edhe me biznes. Po, me veshmbathje me. Po, unë kam marak përveç futbollit, përveç sportit dhe baj pak tash me biznes, domos me fashion. Parët i kom shtis, domos në patundshmëri. Real estate, e kuptojnë. Patundshmëri. Po, në patundshmëri kom shti do pa orë normal. Tana pak me biznes, pak në gastronomi, kena dosene, qëto pak në fashion. A i bo milionar për voluon? Me porët e Indijës po. Ati i kanë me miliarda kështu. Jo, mirë, që zot, mira, nuk ka keq. Investime ki bo? Investimet mira të kombo, mira të hec, s'muj mua nku. Në fashion me blerimin, destane, na? Po, që me qontën, po me blerimin jam të bashku nuk ka pak, që tash frik që në një muj, e kam ko gjaver, edhe jena të bodo sene,
me konton, jena ato do projekte, do vene sene, sa po kam qef edhe pak me fashion më mirë, kështu që mirë të hecë, ka dal, edhe janë të boni punë të mirë. Qështu. Shpresojmë të vazhdon mirë. Faleminderit, edhe juve kam jo pru do sene pe qënë të qitës herë. Okej. Apo do një pore atisha. Këshiro mas emisionit. Tu po, e këshirë me tash. Do një bënë gati faturën se bënë një reklam. Liridan, krejt për fond, pja harrojnë pak parët. Okay. Çka është pasuria më e madhe për Liridonin? Pasuria më e madhe e jemja është definitivisht, po. Okay. Pasuria më e madhe e jemja është definitivisht familja, rrethia jeme, shoqënia, gruaja jem, edhe mendoj që ato kujtime që i kom pas, që i kom përjetu on e man, në botë, ka jem konë. Kam përkra vazhdimisht. Po, kam përkra vazhdimisht, edhe shneta, Sigurisht. edhe seni më rëndësishëm liria. Adin me pas lirina është pasuria më e madhe, e qëto janë senet ma pasun që i kam. Mirë shumë. Sigurisht. Përveç pare. Liridan, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhën podcastin Arena Jo. Faleminderit për juve, për ftesë. Ishte knaci me të pas musafir tonin. Faleminderit. Dhe suksese tash në klubin e ri, se shpejt vjen janari edhe në Evropë. Po du me cekni krejt juve, po du me të regu që kom poshu pak, po kam rëkthyja pet. Halo maj fort, a? Halo maj fort, me lojmit mira, edhe kam jof, që thojnë, jo s'provu, po kam jof... Befasu, be. Po, kam jo befasu që çdo sen që doko që sën bëhot, që sën qelë. Në arrin veç duhet sakrificë. Po, veç duhet sakrificë dhe kam rëkthyja pet, se shpejti you gonna see my comeback. Edhe follow my YouTube channel, Instagram, TikTok. Kretat. Edhe telegrafit mos harroni. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar, pa harruar mi për men edhe njerë sponsorët tanë si që janë Mucha Solar, Pro Transport, Lashko, Patos dhe Dentfix. Shihemi në të shtunën e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit. Në pafshim. I pafshim.